një mekanizator i vjetër, që kam fillu punë që vitin 1976, autokombajer, zëdërist, traktorist, edhe tash i merr dhe mbashtrimin bytërisë. Ndjehem shumë i lumtur që një djalë i ri me banim në fushën Murras, i cili quhet Edmond Celi, dhe është djalë i shokut tim, po bën një investim shumë serioz, duke mill janj që të shërbejë bytërisë në shkallë zone dhe në shkallë kombëtare, dhe unë uroj që ky investim që po bën Edmond Celi të shërbejë në radhë parë këtij dhe në radhë dytë dhe atë dhëut. 50. Në pas me karrocë rali, masane ka bletë mdumët, masane kam qina, kamiona, edhe mena ka 25 vjetë me bujësin, edhe punim në Tiranë. Edhe punizim ushim për blegëtërinë në Tiranë, mi fjallë zone Zolherrit, zone Laknës, mi fjallë kush fa në blegëtëri e tje, mi fjallë 80%, 90% i mulejon. Ma të dëmtumit na, mi fjallë jena këtu një ke fushpa Murras, mi fjallë, ma të dëmtumit të msenon për pjesën e bujësisë. Ke ministri me këto, na kanë thënë dështit na, i kanë çu letat atje, na kanë thënë se të japë, për na i dumë sot se jena më halë për nafte, për blegëtëri, kena kam blegëtëri më shkruaj shtëpia s'kam tradenze. Kam shkruar të prajt një dhanë se me i bështu. 20 mujt janarit jam dëmtu nga përmytjet, 2 përmytjet kolosale, plus pronat se janë me vones, të mjell, se i madhi ka qenë mjell me kjo. Në fjalë, a mjell e për s'dyt. Kjo është mjell e dytë. Sakrificë ime është e madhe, po kjo është jetëm me shpresë.